ka që 3 javë që qëndron në ministri dhe ne nuk kemi mundësi të kontaktojmë asnjë njeri më, nuk na kthejnë përgjigje, nuk na ndihmojnë, na kanë lënë lëç. Unë besoj që do ishte shumë e udhës që ministrat që do vinë tash 5, 6, 7 mars dhe të përulen para familjes Jashari në Prekaz dhe para Kushtrim Jasharit e Iqbal Jasharit, të cilët kanë ra heroikisht që ne sot ta gëzojmë lirin, ata me siguri kanë me e pyet veten se a janë dinjitetshëm të mirë që ta udhëheqin këtë vend, a është ministri tash aktuali që sa ka marrë detyrën, ne nuk po akuzojmë ministrin aktual, mirë po ministrin përgjithësi, pse nuk kthejnë përgjigje, pse na kanë lënë lëç. Unë sot i kam dërguar edhe kryeministrit një email zyrtar dhe ju kam drejtuar në mënyrë që edhe kryeministri të ndërhyjë në këtë çështje, sepse kam përshtypjen se Drenicës i ofrohet një mundësi vetëm kur është shumë vështirë. Ishte edhe rasti tani që presidentin e Kosovës që duan ta zgjedhin kur është shumë e vështirë puna, vinë prap tek ne ose vinë Prekaz dhe i kërkojnë zotëri Jasharit që të bëhet president. Kështu na ndodh vazhdimisht, historikisht, dhe unë me që jam nga ky vend jam shumë emocionuar sepse ata letë që nuk na lejuan neve ta rregullojmë vetë, na thanë ne rregullojmë, tash ngelem ne pa fush. Ne s'kemi ku të stërvitim, ne s'kemi ku të luajmë, gjithë investimi jonë ka huç poshtë, ka shku poshtë. Investorët janë duke mikur, stadiumin e ri kemi pas për ta rregulluar, jam shumë, domethënë, situatë sikletshme dhe nëse nuk ndërhyn qeveria, nëse nuk ndërhyn institucionet komunale, unë jam i detyruar sepse edhe partnerët e mi ose Dr. Tomas Vystevel, i cili ka përgjegjësinë kryesore për zhvillimin e Drenicës, besoj se nëse vllai nuk ndërhyn me një financim të jashtëzakonshëm tani, unë jam i detyruar të mendohem se si të vazhdoj tutje. Do të thotë që po mendoni edhe dorëheqjen nga klubi? Unë nuk po mendoj dorëheqjen, unë po mendoj se si me ja bë në këto kushte të jashtëzakonshme. Unë jam kthy pas 23 vite që kam qëndruar në Gjermani dhe më duket se jam mësuar në një jetë pak më normale. Tani me vije mua të mendoj se jemi në një gjendje të jashtëzakonshme sikur që ka qenë para lufte. Investimet e para po të ishte dikush i dinjitetshëm në Ministrinë e Sportit